Përshëndetje të gjithëve, ne jemi Trade Castlebania, jemi rikthyer me Henrin për diskutuar për analizën e tregjeve financiare, për diskutuar për disa lajme ekonomike që kanë ndodhur këtë javë që lan pas dhe çfarë na pret në javën e vijim. Si gjithmonë, tregu ka papritshmëri, një javë me të vërtetë e papritshme nga shumica e traders, po kemi pas dhe nga ata që e prisnin këtë ulje në treg, një shitje pas uljes së normave të interesit, edhe një shitje pas takimit pozitiv mes Trump edhe presidentit Kinës, me sa duket tregu ishte i para bler për këto lajme që priteshin dhe pastaj ka ardhur ajo shitja. Përshëndetje Henry. Përshëndetje Kleo, po, ashtu ka qenë një filloi që javën e kaluar që të kishte një farë rritje tregu dhe të dielën doli lajme të marrëveshjet paraprake midis Trumpit dhe Kinës, diçka e parapritur, kuptohet si kush e pret që të dielën do dalin lajmet kryesore ekonomike apo politike. Zakonisht zyrtarët nuk punojnë të dielën, po Trumpi ka treguar këtë vit që të dielën e ka ditën më të preferuar për të nxjerrë ndonjë lajm special për tregun, për kripton, për diçka le themi të rëndësishme. Sikur po bën Kastile pak a shumë. Edhe kur bën le themi lajme negative që u bë shitje datën 10 tetor, ishte lajm që doli të premten. Kështu që e nxjerr në momentin që tregu ndoshta nuk ka mundësi që të manovroj. Gjëja që patëm këtë javë që ishte shumë e rëndësishme për tregun dhe e ka mbuluar edhe javën kaluar me diskutimin që kemi bërë bashkë, ishte që Jerome Powell do fliste, do kishte konferencën për shtyp, edhe aty unë u përqendrova më shumë, sepse normat e interesit për mendimin tim do uleshin edhe ulën, dhe të gjithë e prisin atë ulje, po që nuk i ulshin normat e interesit, atëherë tregu me vërtet do kishte një shitje shumë të rëndë. Edhe çfarë tha ai ishte më shumë e rëndësishme këtë javë se sa çdo gjë tjetër. Sepse edhe kur doli Trumpi që bëri në marrëveshje me Kinën, me presidentin e Kinës për tarifat për materialet të çmura, rare earths që janë të rëndësishme për teknologjinë, prap tregu nuk reagoi pozitiv, dhe Jerome Powell ka thënë sa gjëra që besoj që duhet i mbulojmë këtu bashkë. Po ti si e pe tregun këtë javë, Kleo, si çfarë tu duk si moment ky? I pozicionuar unë kripto kam qenë i pozicionuar para kësaj jave, diku aty lëvizje tregu i short, menaxhim pozicionesh, me pak humbje. Nuk e prisja që kjo javë shkonte kështu, domethënë pretendoja që të ikte pak më mirë, doja që Bitcoini të shkonte të paktën deri në 118.000 dhe pastaj të kishim atë uljen. Por çmimi mbajti 2 herë në 116, rezistencë e fortë edhe kjo shitje pastaj ka ardhur me një hershme dhe shumica e traders normal që janë friksuar dhe kanë shitur gjitha pozicionet. Tregu në rënje, manipulimi i bukur, duhet jemi të përgatitur për këtë situata, por nuk e prisja kështu, prisja që mendimin domethënë imi ishte që të shkonte të paktën deri në 118.000 dhe pastaj kishim të shitje. Po ka ardhur më herët. Edhe unë të kanali im në personal të YouTube i anglisht kam thënë që ishte zona 116.5 deri te 118 që ka një zonë të dendur me rezistencë. Edhe unë prisja që të shkonte ndoshta në rezistencë të 116 të uleshe për të mbante support të 113 Bitcoini që nuk e ka mbajtur. Kemi situatë ndryshe të tregu aksioneve që është pak më mirë, do ta mbulojmë atë të analizat teknikale, por në kripto, me që Kleo përmendi kripton, ai kishte bler shumë mirë, unë me sa di ti bler te 108, 109, nuk e mbaj mend mirë. Edhe kishte bler më mirë se sa unë, që unë e bleva diku te 112, 13 dhe pastaj u detyrova ta shisja atë zonë. Edhe të dilja me një humbje të shumë të vogël. Po çdo gjë ka kalkuar sepse kemi diskutuar që un kam hyrë më herët edhe kemi hyrë pak më herët këtu me idenë që të dalin ca ngjarje, që do dilte Jerome Powell, do dilte Banka Qendrore që doli këtë javë, Jerome Powell që do fliste, po që do fliste diçka pozitive
mund të kishim rritje dhe pastaj do kishim tarifat midis Kinës dhe Amerikës që nuk dolen të mira dhe ndodhi kjo situatë që ndodhi me këtë shitje. Por ka gjetur support tregu. Ka gjetur support tregu. Dhe kemi akoma shpresë për një lëvizje në nëntor që kam përmendur disa herë. Pak si me shaka në për TikTok e kuptohet, duke thënë po pres vëm nëntorin edhe vëm i fjalë, por gjëra që thjesht për humor më shumë, sepse e kam thënë të gjitha që duhet them për nëntorin. S'di çfarë them më shumë se sa po pres nëntorin për të marrë vendimin tregu. Dhe vendimi për mendimin tim është akoma tani te 50-50. Kurse kur hym ne ishte i anuar për long, edhe po të gjente supportin te 113 dhe ishte perfekte për një vazhdimsi deri 118, 125, pastaj për all time highs, që nuk kanë ndodhur, por po formohet perfekte, të themi, mendoj una, tregu për të vendosur animin në një fuqishëm. Kleu, për Jerome Powell, dohet të muloja ca gjëra që ai ka diskutuar. Këto gjëra i kam darë dhe te Discordi privat, që ti je pjesë dhe shumë shqiptarë tani janë bërë pjesë e Discordi. Edhe kam thënë që Jerome Powell, arsye pse u shit tregu ishte vetëm sepse mbylli derën pak a shumë që do ketë ulje normat e interesit në dhjetor. Edhe nuk është një mbyllje totale, po tha s'du të presim ulje normave e interesit, po që shteti amerikan është i mbyllur. Dhe shumë e rëndësishme kjo pjesë sepse ai nuk ka qartësi se çfarë do ndodhi me ekonominë amerikane. Edhe i gjë tjetër që tha është që jemi tani në një zonë që kemi inflacionit të 3%, normat e interesit të 4%, por pa ulë inflacionit të 2% që ato kërkojnë, mund bëjnë ulje të tjera të normat e interesit. Dhe është një zonë, mund themi, e balancuar në 2 krahët. Interesit 4%, inflacioni 3%, duket okay. Për mendimin tim është shumë e balancuar tregu dhe mund të qëndrojmë këtu disa muaj, kështu që jemi në një situatë që po që ekonomia amerikane tani vazhdon të jetë e fuqishme me këto nivele normat e interesit dhe nuk ka arsye tjetër për të ulur, mendoj që të kemi rritje në treg. Duhet ekonomia amerikane të qëndrojë fort, por për momentin nuk është, nuk ka shumë shenja pozitive si në anën teknikale dhe në anën e temi fundamentale, sepse punësimi po dobësohet pak. Ai shpjegoi që po zbuteshe dhe kjo ka qenë një nga arsyet pse kanë ulur normat e interesit. Dhe për mendimin tim ekonomia amerikane po varet më shumë nga data center dhe teknologjia AI. Ti Kleo, e ke parë lajmin për Amazonin dhe UPS-in që ka ulur, ka hequr duke 40.000 ka hequr Amazoni, 50.000 ka hequr UPS-i. Dhe ishte një lajm që tregon që punësimi po për fuqin punëtore dhe për t'i zvendësuar. Po e kam parë edhe besoj se duke parë që kompanitë e mëdha bëjnë këto lloj lëvizjesh, ndoshta në të ardhmen do të kemi edhe kompanitë e vogla, më të vogla, me kapital më të vogël, mund të bëjnë të njëjtat lëvizje. Po. Pse jo do kursejnë para, nuk do kemë probleme me fuqinë punëtore, me mos pranimet ose me kontrata që ju bëjnë, do të jetë gjithçka ndoshta mund të shkojnë drejt robotëve dhe kjo do të sjellë normalisht që nuk janë shenja të mira. Gjithsesi janë parashikime që janë bërë këtu para 20 viteve dhe drejt asaj po shkojnë. Dhe po ke drejt edhe por në anën ku jemi tani te tregu, si mund ta lidhem është që po shkurtohen punët, por akoma nuk është ndjerë te statistikat zyrtare. Këtë javë që do vim, Kleo, do dalin shifrat e papunësisë, dhe do shikojmë aty po që ka pasur impakt tani tarifat, ka pasur impakt apo jo tarifat, dhe a ka pasur impakt ndoshta dhe mbyllja e shtetit amerikan, dhe pastaj do flasim edhe për AI, që ndoshta përshkurtohen punët dhe mund ta ndjejmë këtë impakt te ekonomia. Kjo ka qenë një gjë që le të themi ka qenë arsyeja kryesore pse ra tregu. Këtë mbulova në një live në X, te X im personal, prandaj të gjithë dëgjuesve këtu
Ju sugjeroj që të bëni subscribe dhe te kanali im personal, sepse aty bëj analiza ditore, të bëj edhe video të tjera në formate të ndryshme për ide dhe analiza le të themi të ndryshme që do t'ju ndihmojnë juve që të merrni vendime të zgjuara në treg. Podcasti javor do qëndroj, por do merrni më shumë informacione aty. Nga ana e dollarit, Kleo, kam parë një rritje të dollarit, që nuk është shenjë mirë mendoj për tregun. Si e shikon ti dollarin dhe floririn, këto forexin ose madhrat kryesor? Tek floriri, kjo zona ka krijuar atë suportin, domethënë tek kjo zona, edhe pse unë prisja të shkonte 3900, me çfarë shikoj unë, besoj se këtë javë mund kemi një rritje tek floriri dhe do të kalojnë lekët në asete më të sigurta. Kështu që mund të jetë një zonë volatiliteti për kripton ose një zonë suporti edhe për kripton, derisa të vijë ajo rritja ose do të kemi ulje, por janë dhe lajmet shumë të rëndësishme këtë javë në treg, kemi non-farm payrolls, kemi jolts openings dhe disa lajme të tjera, PMI mos gaboj dhe mund ta ndikojnë tregun. Kështu që është pak Kemi dhe earnings që po dalin në raportimet e ardhur të bizneseve, kështu që sepse kemi parë një mix të earnings. Dhe mendoj një gjë që kam diskutuar shpesh edhe te Discordi këtë javë është që kemi një divergjim të equal weighted S&P 500 dhe S&P 500 normal. E bin që tregu tani po varet shumë te këto Magnificent Seven dhe kompanitë më të fuqishme dhe nuk ka le themi kapital që po hyn te kompanitë më të vogla, te indekset kryesore. Kjo i bin që jemi shumë të varur te kompanitë më të mëdha, në momentin që Nvidia, Palantir, këto të tjera që kanë ecur shumë mirë ulen, do ulet gjithë tregu dhe mund të pësohet një ulje papritur. Me ndonjë earnings të dobët të Nvidias. Nvidia është kyçi për tregun tani. A do ketë good earnings apo do ketë bad earnings, do ketë mirë apo keq, dhe mund të pesoj një ulje tregu dhe atë që thotë ti Kleo që mund të hyjnë te asete më të sigurta, te floriri. Për dollarin do të shtohet diçka ose do të thotë diçka këtu që mu po më duket rritja e dollarit si një profit taking. Jemi në all time highs, të çmime më të larta historike te Nasdaqu, te S&P-ja, dhe më duket sikur tregtarët po nxjerrin profitet e veta në këto zona, sidomos fondet. Dhe unë që po tregtoj aksionet edhe në këto momente, po i tregtoj me shumë kujdes edhe me një rrezik më të vogël, nuk po rrezikoj sasinë që unë normalisht rrezikoj, me idenë që ndoshta mund kemi një gjë për të papritur, sepse po dalin në cash shumë tregtar. Atë kam thënë dhe te Telegrami që unë shikoj dhe tregtar serioz që kanë filluar të dalin. Këto janë investitorë fatgjatë që unë njoh, që kanë filluar të dalin nga tregu dhe janë friksuar shumë nga 2-3 fishimi i çmimit të floririt. Për mu ka qenë një shenjë që ndoshta kemi një farë çrregullimi ekonomik dhe një farë riseti që do krijohet në ekonominë globale, dhe besoj që kjo po lidhet me ca faktorë të tjerë si digital IDs, gjërat e tjera që po ndodhen dhe digitalizimi i fiat që mund të ndodhi shumë shpejt. Edhe ka shumë gjëra të tjera që do të merrni parasysh këtu ku shikoni tregun edhe si lidhet le temi me çdo gjë, me çdo aspekt të shoqërisë tonë, si në ana politike, gjeopolitike, por dhe ligjeve të reja që po dalin për çdo gjë. Shikoj. Më që shikoj unë ndoshta e hëna mund të nisi pak pozitive për javën në stocks. Një farë bounce mund të jetë momental. Po, duke parë dollarin, një ulje të dollarit besoj, dhe pastaj mund kemi me lajmet ekonomike nga e marta e tutje mund kemi prap ulje nëse lajmet nuk dalin të mira. Po. Do të shikojmë, do të jemi të vëmendshëm. Po, normalisht. Si gjithmonë menaxhim rreziku është kryesorja. Do hym në animin e tregut dhe pastaj do menaxhojmë situatat në një mënyrë profesionale
të minimizojnë humjen edhe të marrin maksimumin, por që na ofron tregu një mundësi. Kleo, po mendoj ta mbyllim me kaq segmentin e analizës fundamentale, ngjarjeve kryesore të javës.